Turqia thot se Izraeli po e çon lindjen e mesme drejt një katastrofe të plot. Ju si gazetar çfarë mendoni? Kush është frika më e madhe nga ky konflikt? Well, there are a lot of fears. Ekzistojnë shumë frikra. Dhe kur e analizoj kush janë rreziqet së pari me atë çfarë ndodhi këtu në 7 tetor 2023 dhe ku Izraeli u sulmua, ku njerëzit u vran, u rrëmbyen, dhe ne ende kemi pengje që mban nga Hamasi në Gaza. E pam se çfarë janë të aftë iranianët që bëjnë, e shikojmë këtë çdo ditë që kush është faktori i rrezikshëm në lindjen e mesme, dhe nuk është Izraeli, me qira fjala. Çdo vend përpiqet që të krijojë marrëdhënie me Izraelin, dora jonë është e shtrirë dhe kemi marrëdhënie shumë të mira me Emiratet, me Bahreinin, me Jordanin, me Egjiptin, me çdo që do të bëj paqe me Izraelin. Ne jemi të lumtur që të shtrëngojmë duart. Edhe Arabia Saudite mësoj se do të jetë tjetra, dhe sirianët thonë që të duan që të bashkohen me marrëveshjen e Abrahamit, edhe Libani gjithashtu. Janë dakord se çfarë ka ndodhur atje, kjo ishte për shkak të Iranit, si shkak. Okej. Dhe Siria mund të bashkohet pikërisht edhe Izraelit për marrëveshjen për paqe. Pra i vetmi lojtar sot që po destabilizon lindjen e mesme, që është një rrezik dhe për paqen e botës dhe rajonin, është Irani. Dhe si rrjedhoi çfarë ndodh tani, nuk thjesht vetëm që po e çon luftën drejt luftës së tretë botërore, por është që duhet ndalur kjo luftë e tretë botërore. Okej, duke qenë se për Iranin e morëm mendimin tuaj, po për atë që është duke ndodhur aktualisht në Gaza, cili është titulli që do i vendosnit atyre ngjarjeve, nëse do të ishit duke raportuar nga aty? Çfarë, le të themi, titulli do të kishte lajmi juaj si gazetar? Gaza is very complicated. Gaza është e komplikuar, fatkeqësisht është e tillë. Dhe është një organizatë terroriste që quhet Hamas që drejton Gazën, dhe kjo organizatë ka marrë peng 3 milion palestinez dhe 10 izraelit, fatkeqësisht, që prej 7 tetorit, por nëse flas për palestinezët, këta njerëz të Hamasit që po qellojnë arabët, palestinezët, njerëzit e tyre kur marrin ushqimet, pra kjo është një lloj organizate që po i shkatron ata nga brenda, që po pothuajse po i mbyt ata. Është një organizatë që vret gra, që persekuton çdo që përpiqet që ta luftojë ata. Pra Gaza është një problem, dhe është problemi kryesor, sepse kemi një organizatë terroriste që po e rrëmben ata. Unë si person do doja të shikoja paqe me palestinezët dhe shpresoj shumë që ta mbyllet kjo luftë, por që kjo luftë të mbyllet ka 2 gjëra që duhen bërë. E para, çlirimi i të gjitha pengjeve izraelite që mbahen në Gaza, dhe e dyta, shkatrim i plot i Hamasit si lojtar politik dhe ushtarak në Gaza apo kudo në shoqërinë palestineze. Gaza duhet çlirohet nga Hamasi dhe atëherë lufta përfundon. E di se çfarë do të thonë që kush do të jetë titulli im, por titulli im si izraelit, dhe duke parë nga pikpamja objektive, ndoshta unë mund mos jenë objektiv dhe nuk mundem të jem si izraelit, sepse kam parë se çfarë bën. Dhe kam patur miq që më janë vrarë nga Hamasi, dhe prandaj nuk mund të jem dot objektiv. Dhe titulli që mund të jap është që Hamasi duhet të çlirojë Gazën dhe lufta përfundon. A ka debat për viktimat civile në Izrael? Si është e mundur që kur vjen puna te Irani, ushtria izraelite është shumë e kujdesshme në shënjestër, por kur vjen puna te Gaza, bombardimi është çdo gjë i përpara, edhe gratë, edhe fëmijët, të cilët edhe ju folët. Listen, first of all, I totally Së pari, unë deny mohoj që ushtarët izraelit qëllojnë te gratë dhe fëmijët. Ky është një gënjeshtër, sepse është provuar shpesh që ky është një gënjeshtër. Hamasi i shpërndan këto lloj informacionesh dhe
Izraelitët nuk po qëllojnë të gratë dhe fëmijës in a direct way. në mënyrë të drejtë për drejtë. Problemi